nderuar miq, edhe pak ditë na kanë mbetur nga zgjedhjet e 11 majit, ku pjesë e garës është Lëvizja Adheu. Ditën e sotme do zhvillojmë një bisedë me drejtuesin e Lëvizjes Adheu, zotin Krishtik Osmani. Zoti Osmani, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën. Faleminderit ju. Do të flasim jo për politikën e brendshme, por jam i interesuar të di mendimin tuaj, pikpamjen tuaj për politikën e jashtme. Si mendoni, kush është programi juaj për raportin me fqinjet nga problemet e pazgjidhura me Greqinë tek marrëdhëniet me Italinë që duket sikur janë më shumë personale, por gjysmën tonë tjetër, Kosovën, si çfarë duhet rregullojmë me Open Ballkanin, duket se tashmë u mbyll dhe kemi një marrëveshje ushtarake nga ato kohët e lumtura dhe trokitjet e gotave me verë, por për të shkuar më pas edhe te aleatët e tjerë strategjik. Atëherë, fillimisht përshëndes, kemi kohë pa bërë bisedë bashkë, kemi qenë të ngarkuar me punët e Shqipërisë, e megjithatë ju nguli këmbë që mund të rike politika e jashtme, me kuptimin që ajo është themra e akilit të çështjeve që kemi diskutuar më shumë, me që kemi folur më shumë për gjeopolitikën bashkë dhe për marrëdhëniet ndërkombëtare. Fillimisht dua t'ju them se janë ngushësisht të lidhura me njëra tjetrën, politika e jashtme dhe politika e brendshme, sepse shqiptarët duhet ta kenë qartë që të njëjtët njerëz që vendosin për politikat e brendshme janë të njëjtët që do të vendosin për politikat e jashtme. Dhe politikat e jashtme për një vend që është i vogël si Shqipëria, duhet të jenë shumë të kujdesshme, duhet të jenë shumë të matura, veçanërisht në kohra si këto, ku jemi përballë situatave të reja dhe zhvillimet të mëdha gjeopolitike janë në derë duke ardhur dhe do të jenë në të ardhmen. Parë nga ky këndvështrim dhe referuar politikës vjetër 34 vjeçare, e cila ka dalë dhe vazhdimisht ka shitur interesat e Shqipërisë në tregjet ndërkombëtare të lojës kombeve, është bërë kjo më e qartë në ditët e fundit, në kohët e fundit, kur të gjitha palët janë duke bërë një shqyrje identitare, një shqyrje kombëtare, një shqyrje politike, ku secila palë përpiqet të lobojë në krah gjeopolitik të ndryshëm në rajonal, me ndikim rajonal dhe ndërkombëtar. Këtë e vëmë re për shembull tek strategjia e Ramës dhe e Berishës në lojën e tyre për të blerë pushtet nëpërmjet marrëdhënieve ndërkombëtare, nëpërmjet politikës tyre të jashtme. Rama është përpjekur të ndërtojë marrëdhënie personale me Giorgia Melonin, her pas here ka ndërtuar raporte dhe është përpjekur që të bëhet interesant për Athinën, mban raporte të mira me Erdoganin në Ankara, edhe pse Erdogan në kohrat e fundit dhe jam shumë i gëzuar që këtë herë nuk po përfshihet në mbështetjen e regjimit të Tiranës, ka ndenjur këtë herë më neutral dhe më jashtëlojë, sepse edhe Ankaraja e di shumë mirë që do të ndryshojnë gjërat në rajon, do të ndryshojnë shumë ekuilibra dhe ka ndenjur jashtë fushatës elektorale në këtë moment. Është përpjekur Rama të shkojë në Washington nëpërmjet misive personale me zotin Erdogan, me zonjën Meloni në Itali, nëpërmjet zonjës Meloni synonte të mbrinte tek Elon Musk, tek Donald Trump, për të mbritur tek administrata e re e Washingtonit, për cilën ai ka patur qëndrime jashtëzakonisht të ulta.